Që moci, koalicioni ja pashkan njës, LVV Lista Sërbe, Graçanic ka bon. Këta me listën sërbe janë një. Që kalëzën vacinur veç edhe pak. Dëmëhon nuk ka Kosova shansë me pas qeveri pa listën sërbe. S'ka shansë. Edhe këta, jo që nuk e kanë bon që s'kanë dasht me bon, po ka qenë marrëveshje gjatë qeverisë kalume, mos me bo koalicion, për me është përlo trunin shqiptarve edhe me morë që të vota tash. Që kjo është politika tyne. Se lista sërbe gjithmonë ka qenë në bashkëpunim me Kurtëviqin non-stop. Tash e keni LVV Lista Srpska, qeveri. Lista Srpska merë këgja shumë mandati, ka 10 deputetësoj ka aty, plus ka me marë naj post të rëndësishëm që me gjënjëzu këtë popull mirë. Rezultatet të t'ju dalin katastrofale. Falë kësaj opozitës dëpt që nuk ditin me menagjue situatën. Gjatë një viti që boni kalkulime aj me këtë qeveri edhe me popull, edhe i las gjedet pikërisht me të 28 dhjetor kur krejt garnoqat janë atje. Të pjesat dërmusat janë garnoqa, që janë shko kanë vetu. Tash i keni LVV Lista Srpska, qeveri 5 vjet, e ku ka me i dal tybe tash zoti e din se qka ka me ndodhë. Kaftorat bëni hasder ku i kini kusiri se dhe kaftorat më duket ja kanë mori ndalë të këtyme ta ja kanë thyme qynja me krejt. Ka zona krejt. Se kini me hjek shumë. Bili nuk e di a kini me mujt me dalë në pranverë si njerëz ajo. Ma si po doni qështu. Ma si kini zxedh këtu. Ma si ju ka duk juve hashimi keqë. Ju ka do kushtria shqiptare keqe që ka shiru. Drenicën s'pedoni. Se keni rretheku me të kuqen në tanë në ondë, krejt kuq, kjo është shaj i keq, krejt në tanë në ondë gjak i kuq, drenicën gjyrën e ka të veçant midis Kosove. Dhe më thonë, e ka në gjyrën e ushtrisë, Partisë Demokratike dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës. E jo me ftyrë të kuqe, me ftyrë zez, me e keni rretheku edhe keni lonë midis disit fe kalvet qyshe keni lonë luft. Kjo është e vërteta që thot Rasimi. Çdo marifeti i del qulli, edhe këtyne ju del qulli. Lista Sërbe në Graçanic ka bo koalicion me lëvizjen vetëvendosje edhe pritet që midis kuvendi bojnë koalicion Lista Srpska, Lëvizja Srpska, dyjat Srpska. Masi juve për ju duken Lista Sërbe me mirë, edhe Lëvizja Srpska me mirë, se Hashimi edhe ushtria shqiptare Kosovës që jo kanë shtiru Zuzën dhe Srebrenica, provani. Unë shpresoj që ju çka keni votu, nuk ka me shku largë, ju sidomos, ju gërnosë që një jashtë. Kur të shkoni atje, keni me nuk flëkt e juve asë një në krysë keni milion, sepse ata që i keni lon atje në Kosovë, ata kanë me vujtë. Ata kanë me pas pasojat mëdha. Dhe ka dal, Serbia e instalon strukturën e vetë në Kosovë, edhe e vazhdon avazin e vjetër, ka mundësi nëse nuk del Hashimi, nuk ndërmorëm mosa na, çka jem, të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ta kthejnë ta Kosovën edhe autonomi që shoko për para. Ta kthejnë. Opozita ka qenë katastrofale e dëpt. Unë, sinqerisht për e thamë, mund kisha ardhë marre, më ullë jo të opozitët thash si deputet në kuvendin e Kosovës, edhe me najtë për para atina,
unë s'kisha mujt, unë për veti s'kisha mujt. Keni qenë jashtëzakonisht dopt. Kalu me ju qysh ka dasht ai. Unë se di çfarë shkolle keni kry dhe për çfarë arsye i shut të gjana më ju kalu kushti para hunde pa bozan. As një protest ku më di çfarë të madhe që keni bon ku vend, ju e dini çfarë ju ka boj, ju e dini shumë mirë. Dhe jeni tregue shumë dopt, jeni tregue sikur mi thonë vetë atina merre bën çka dush, merre këtë Kosovë, dhe i ka dush se na si jem të interesum për ta. Që ashtu ja keni bon. Opozit më dopt në histori Kosova s'ka pas. Ajo shfryzoi rastin, ju mashtroi, ju tuti, jo mur, edhe sinqerisht po them, nuk është dash me marr pozitat kur s'ki zuz aty me fol edhe mi kundërshtue, edhe kur s'kije guxim, ma mirë është mos me marr pozitën, se sa me marr edhe me ra kaq poshtë që me të vërtet mu po vje marrë për juve. Pasha zotën po. Krejt rjetët sociale, krejt fonset e mi e dinë edhe më kanë shkru ma shumë bacinur ma shumë ke bon ti për Partinë Demokratike të Kosovës ke fol kundër tyre se sa krejt opozita. Shumë me vërtet është. Kjo shumë e vërtet. Faleminderit, unë nuk kom fol, sa ka mujt me ndiku, ka ndiku, sa s'ka mujt, po një njeri vetën s'mund, po kur gjo me një lule silpa në vera, unë jam njeri privat, s'kom pas, as jam një institucioni, as kur gjo, privat, po sa kom pas mundësi, kom bon, kështu që Kosova definitivisht po kthehet në kohën e kafturave edhe të llamave me gaz. Notën e mirë.